Në vazhd të reagimeve për protestën në Tiranë, kryeministri Edi Rama ka bërë një ndarje të qartë sipas tij mes qytetarëve që ngrihen për një kauz të sinqertë dhe atyre që i konsideron si përfitues politik. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Rama ka ndarë foton e protestueses Iqbale Huduti, e cila është aktivizuar edhe në tubimet në kryeqytet kundër ndërtimeve në Zvërnecë dhe pakënaqësive politike. Huduti, sipas Ramës, predikon urrejtje dhe thërret për kryengritje, si dhe lidhi praninë e saj në tubim me influenca të huaja dhe interesa të tjera politike. Pas këtij reagimi, ministri i punëve të brendshme Besfort Lamallari ka nxjerrë urdhërin për shpalljen personi pa dëshiruar në Republikën e Shqipërisë për një periudhë 15 vjeçare për Iqbale Huduti Berisha, me argumentin se aktiviteti i saj përbën rrezik për sigurinë kombëtare dhe interesat e vendit. Pas deklaratave të Ramës, Iqbale Huduti reagoi duke theksuar se dalja e saj në protestë nuk ka motive përfitimi, por motive patriotike dhe qytetare.